këtë natë të mirë që unë e kam gatu, edhe ne të na bëj mirë. Rinia s'duhet i harroj dhe natat e mira, si që kemi trashëgu ne, t'i bëjmë dhe ato. Dhe unë kam menu me bë halvën, për t'ju kujtu gjithë ndjeksave të mirë. Fillim, unë do t'a bëj me vaj edhe me t'lyn. Tu ka marrë 2 filxhan me vaj, se dihet që do ka vërdiset milli, pa tjetër. Dhe, ja, gjysmë pako me t'lyn ose 50 gram t'lyn, edhe 2 filxhan me vaj. I lej këto të treten dhe të nxehet ynyra për t'i hudhë millin. Tu ka marrë 200 gram miell me këtë masën e ynyrës. Edhe përzi tash avash që të ka vërdise me një nxehtësi tepër të ulët. Duhet kemi pak për kujdesje për këtë lloj hallve, sa ajo rëmehet, prandaj duhet ngadalcu shumë, se bëhet ka vërdisja shumë e mirë. Që e ule edhe pak më shumë. Njëkohësisht në këtë kohë, duhet veni dhe ujin të nxehet, që t'jetë uji i përvlum, gjithmonë hallva do ujë shumë të nxehet, ujë vale, me përzim, me durim. Të hallvën nuk do t'a bëj shumë të thellë, se kam përzim me t'lyn dhe kam faqe me hallva që kanë ngjyrën e përshtatshme kafe, ndërsa këtë do t'a lej pak të çelët. Më pëlqen që të mbaj aromën e t'lynit dhe do jetë një hallvë shumë e shijshme. Ka tregu dhe ju në 200 gram miell sa ujë, po e përshtas me këtë gotë. Edhe uji është i përvlum, sigurisht. Kujdes se kjo të djeg nga avulli, duhet me pas pak kujdes. Do vazhdoj t'ja hudh akoma për t'ja thënë masën e saktë. Do t'i hudh edhe i pik tjetër. Rreth 350 ml ujë në 200 gram miell. Merrni enën me ujë të nxehtë, e t'u i hudh avash, që mos dilni jashtë vetes, me kujdes ujin. Dhe i hudh 1 gotë, do përgatis unë me sheqerin, gjithmonë bas ujit, ja hedhun. Unë e bëj në këtë mënyrë që ta kapi pak nxehtësia sheqerin, edhe lëshon dhe ngjyrë, duke e lënë në këtë mënyrë pa e përzi, duke u tret pak me masën e hallvës. Ja, shtypeni vetëm me lugën, edhe lereni një 7-8 minuta, kështu, pa e përzi fare. Gjithmonë me zjarr të avashët, po ju apërsëris se po njëti mielli lëshon atë aromën shumë të keqe, edhe ju shkon dëm, edhe punimi dhe harxha bashkë. Për myslimanët është e shenjtë kjo ditë, dhe ne nuk duhet të përtojmë. E gjithë procesi i kësaj hallve më zgjati rreth 30 minuta me orë në dorë. Vjen e lidhur, del tenxherja bore e bardhë. Ja. Atëherë është e përfundume, kur hallva mlidhet top rreth lugës, edhe nuk kam faqet fare, brum. Ju thash që duhet pjek mirë. Unë një largoj, kam marrur punë, e boj bregje, si që është kështu e nxehtë. E lej 2-3 minuta të ftofet pak për ta bë breg. Do ta bëjmë lug. Unë po e bëj me këtë lugën e drunit, se më pëlqejnë pak bregjet e mdhej. Ja, në këtë mënyrë.